أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل أملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu salatu selamu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam familjen e tij shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasun rrezimin e tyre deri ditën e gjykimit Allahumma amin kaptina e radhës që vjen tek libri thot lubbu tauhidi ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala palca baza e tauhidit është njohja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë kaptin, si argument ka pru hadithin, të cilën ka dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, shprehja është nga Imam Muslimi, hadithi Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi për në Yemen i tha: "Innaka ta'ti qauma ahla kitabin فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الحديث Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Muadh ibn Jabali nxjerrin një hadith kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi për në Yemen i tha: "Ti do të ballafaqohesh apo do të takohesh me një popull pasues të librit. Fa idha ji'tahum, kur të shkosh te ata, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah. Thirrja ata që të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut dhe se Muhamedi është I dërguar I Allahut. Në qoftë se ata nënshtrohen në këtë që ti do t'i thrasësh, informoj ata se Allahu ua ka bë obligim 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës. Në qoftë se ata të nënshtrohen në atë që ti I thret, informoj ata për çështjen, kuptimin e hadithit për çështjen e zakatit, të mirët prej pasanikëve dhe të jepet fukarave. Thot Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Allahu e mëshiroft fa awwalu ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah I bjeta shejhu me këtë fjalën la ilaha illa Allah që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka pas për qëllim në çka me I thirr pasuesit e librit në Yemen Muadh radhiyallahu anhu I bjet transmetime të tjera të cilat saktësisht na tregojnë se për çka e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalin në Yemen. Në transmetimin e Rauh ibn Qasim thot fa awwalu e para që ti do t'i thrasësh ata le të jetë adhurimi I Allahut e nëse ata e njohin Allahun me transmetim të Fadl ibn Ala thot thirrja ata që ta njësojnë Allahun e nëse ata kanë me kuptu këtë thot Ibn Hajeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në transmetime I ka mbledh të 2 çështje al muradu bil ibada tauhiduhu se për qëllim me fjalën la ilaha illa Allah për qëllim me adhurim është tauhidi pra njësimi I Allahut në adhurim adhurimet kur ti bani vetëm për Allahun subhanahu wa taala thot e tauhidi I ti subhanahu wa taala është dëshmia për hynin e Allahut se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe dëshmia për pejgamberinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot wa waqa'at al-bada'atu bihima li'annahuma aslu ad-din alladhi la yasihu shay'un ghayruhuma illa bihima ka fillu me këto dyja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se këto dyja janë baza e islamit aslu ad-din baza e islamit e që nuk është e sakt asgjë tjetër prej islamit pos me këto dyja. Pra ka mundësi
Kjo fjalë e Ibn Hajarit çka na mëson neve se ka mundësi njeriu me pas shumë prej ibadeteve dhe adhurimeve dhe dispozitave të shariatit, të Kur'anit dhe Sunetit, mirë po të njëjtën kohë i bën shirk Allahut. Në qoftë se i bën shirk Allahut, të gjitha veprat që i bën janë jo legjitime, jo të pranuara te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu është një, është nga dhënjuesi. Pra Allah e ka cilësuar vetën e tij me cilësitë në Kur'an dhe në Sunet. Wa mafhumu at-ta'alluhi qa'imun 'alayha faman jahilaha jahila Allah wa ashraka bihi wa in idda'a ghayra hadha. Thot dhe kuptimi i hynis është për qëllim që të njihet Allahu dhe të njësohet Allahu. Ai i cili nuk e njeh Allahun, ky njeri i bën shirk Allahut pa pikë dyshimi, edhe në qoftë se pretendon diçka tjetër, ai në realitet nuk është duke adhuru Allahun, është duke adhuru dikant tjetër, kurse na muslimanët jemi të distancuar prej Zotit që e adhurojnë të tjerët pos Allah subhanahu wa taala. Tha Allahu jalla jalaluhu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Thuaj o ju jo besimtar, o ju qafira, na nuk e adhurojmë atë të cilën ju e adhuroni. Ama është interesante se të gjithë jo besimtarët, me grupet e tyre, me llojet e tyre të shirkut, ata të gjithë pretendojnë se janë duke e adhuru Allahun. Ata të gjithë pretendojnë se janë duke e adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Thonë dietarët, na muslimant jemi të distancuar prej adhurimit që ata e bojnë të dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Për shkak se ata në realitet nuk janë duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, janë duke adhuru një zot tjetër, edhe pse adhurimin e tyre quajnë adhurim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Kaptina tjetër, al-istihalatu ibadatillahi bishirki. Është e pamundshme adhurimi i Allahut me shirk. Është e pamundshme, pra është e papranuar, është pa legjitime adhurimi i Allahut dhe të njëjtën kohë me i bërë shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Taymija në Majmu' al-Fatawa, në shpjegimin e fjalës Allahut qul ya ayyuhal kafirun, deri te fjala Allahut wala antum abidun ma a'bud, thot yatanawalu shirkahum fa innahu laysa bi'ibadatin lillah. Këto ajete e përfshin shirkun e jo besimtarëve dhe se adhurimin që ata e bojnë nuk është për Allahun. Për shkak se Allahu nuk pranon prej veprave pos asaj e cila është kristal vetëm për Allahun. Fa idha ashraku, e kur ata i bëjnë shirk Allahut, ata nuk janë adhurues të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa in da'awhu wa sallu lahu, edhe në qoftë se ata e lusin Allahun dhe falen për Allahun. Këto citate janë shumë të rëndësishme për Sheikhul Islam Taymiyes, Allahu mëshiroj, për shkak se te këto tekste futen edhe ata të cilët pretendojnë që janë musliman, mirë bëjnë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shkak se kur kthehemi atje në zanafill të shirkut të njerëzve, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe më herët edhe më vonë, të gjithë pretendojnë se janë pasues të Ibrahimit alayhis salam. Allahu në Kur'an e kemi thënë shpesh, Allahu thot wattabi' millata Ibrahima hanifa, pasoje fejen e pastër të Ibrahimit. Pse Allahu e ka përmend Ibrahimin alayhis salam dhe si ka përmend pejgamber të tjerë, kur na e dim që të gjithë pejgamberët e kanë pas këtë thirrje, me e adhuru Allahun, mu distancu prej shirkut. Dhe asaj që adhurohet pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë pa Allahun e ka potencu Ibrahimin alayhis salam. Thot Ali Khudejri, Allahu alirof, për shkak se tre grupacione më të mëdha që kanë ekzistuar në atë zaman, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, krishterët, jehudët dhe kurejshit, të tre grupet kanë pretenduar se janë në fenë e Ibrahimit alayhis salam. Kanë pretenduar se janë në fenë e Ibrahimit alayhis salam. E Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'u tregon këtyre se cila është feja e saktë e Ibrahimit alayhis salam. Dhe thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në qoftë se ata i bëjnë shirk Allahut, ata nuk janë adhurues të Allahut, edhe në qoftë se ata falen dhe e lutin Allahun.
Pra ka pas periudha apo çaste nga jeta e mushrikëve prej kurejshve që ata kanë bërë ibadete për Allahun, e kanë bërë me niyet sinqert për Allahun. Mi po jetën ku i kanë bërë shirk Allahut në vepra tjera, shirk të madh. Çfarë tha Allah? Kur ata hypin në anije dhe ballafaqohen me dallgat e mëdha, da'ullaha mukhlisina lahu ad-din. Ata e lutin Allahun sinqerisht. Veç Allah. Nuk e lutin Latin, Uzzen, Menatin, Yjet, Diellin, Hanën dhe kështu. Jo, drejt për drejt Allahun e lutin. Falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. E kur Allahu i shpëtonte dhe i nxjerrte në tokë, ata i banin shirk Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fama abadu ma ya'buduhu wa huwa al-mawsuf bi annahu ma'budun ala jihad al-ikhtisas. Pra ata nuk kanë adhuru Allahun çish e meriton Allahu subhanahu wa ta'ala, për shkak se Allahu na ka informuar neve se çish me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. بل هذا تناول عبادته وحده ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه. Thot, dhe kjo adhurimin ndaj Allahut përfshin adhurimin e Allahut të vetëm, po ashtu përfshin njohjen e Allahut me atë që na ka informuar neve Allahu për veten e tij, prej emrave dhe cilësive të tij, ai i cili e përgënjeshtron Allahun në diçka prej asaj që neve na ka informuar për veten e tij, ky njeri nuk e ka adhuru Allahun, ky njeri nuk e ka adhuru Allahun në çdo kënd. Thot, dispozitat, ligjet e pejgamberëve ka mundësi me qenë të njëjta. Mirpo, i adhuruari është një. Mirpo, i adhuruari është një. Të gjithë kanë thirrë me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Fa kullu man abada Allaha mukhlishan lahu ad-din fa huwa muslimun fi kulli waqt. Ai i cili e adhuron Allahun sinqerisht, pra adhurimin e bën sinqerisht për Allahun, fenë e bën sinqerisht për Allahun, ky njeri është musliman në çdo kohë. Ky njeri është musliman në çdo kohë. Thotë Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, jehudët thonë, ne me adhurimin ton e kena për qëllim Allahun. S'kan qëllim diçka tjetër ata. Pretendimet e tyre janë kështu. Edhe krishterët thonë, na me qëllim, për qëllim me adhurimet tona e kemi Allahun, krijuesin, Zotin. Thotë Ibn Taymija, ata thonë na kena për qëllim me adhurim Allahun, kanu kadhibina, sawa'an arafu annahum kadhibuna aw lam ya'rifu. Ata janë gënjeshtar, pavarësisht e din që janë duke gënjur apo nuk e din. Kjo vlen edhe për të tjerat, i cili thot, po ne për Allah jam të bëj këtë vepër. Mirë, po tjetën ku i bën shirk Allah. Na themi, ky njeri është duke gënjur, pavarësisht e din që është duke gënjur apo nuk e din që është duke gënjur. Ky njeri është gënjeshtar. Pse? Për shkak se ka bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Apo ç'është thon te krishterët, inna na'budu Allaha wahda wa ma nahnu bimushrikin. Ata thon, ne duke adhuru Allahun të vetëm dhe nuk jena prej mushrikëve. Wa hum kadhibun, ata janë gënjeshtar, liannahum law aradu ibadatahu la'abaduhu bima amara bihi wa huwa ash-shar'u lal mansukh al mubaddal. Ata janë gënjeshtar për shkak se sikur ata sinqerisht do donin të adhurojnë vetëm Allahun, do të adhuronin Allahun me atë që Allahu e ka bërë legjitime prej adhurimeve, jo me legislacione të abroguara apo të ndryshuara. Për këtë shkak janë gënjeshtar. Kushtet e adhurimit. Që një adhurim, që një ibadet të jetë i pranuar te Allahu subhanahu wa taala, i ka dy kushte. Kushti i parë është që të jetë sinqerisht për Allahun, pra mos të ketë shirk, mos të ketë hise dikush tjetër në këto adhurime pas Allahut. Edhe e dyta është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo adhurimi i Allahut me atë që na ka mësuar apo në atë mënyrë që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى والتنقص له ضرورة. Thot shirku pa tjetër, do mos doshmërisht e etiketon Allahun me mangësi. Pa tjetër, shirku apo ai që i bën shirk Allahut e etiketon Allahun, e cilëson Allahun me
noksanllëke. Sha el mushriku am aba. E do këtë mushriku ose nuk e do. E ka synim këtë mushriku ose nuk e ka synim. Ai që i ban shirk Allahut, ai e ka cilësu Allahun me të meta, i pastër është Allahu prej asaj që ata të cilësojnë Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Qayyim, Allahu më shon në Madarij Salikin. Dhe fjala e Allahut e ifkan alihatan dun Allahi turidun, fama dhannukum bi rabbil alamin. A iftira, i në duke i bo iftira Allahut me një zot tjetër pas Allahut, e keni për qëllim? Çka është mendimi juaj për Zotin e botrave? Thot Ibn Qayyim, fama dhannukum bihi an yujaziakum wa qad abadtum ma'ahu ghayra. Qysh menoni Allahu me ju shpërbly juve, kurse ju me Allahun e keni adhuru dikant tjetër pas Allahut. O ma dhannukum bi rabbil alamin. Qysh e mendoni ju Allahun? Qysh mendoni se Allahu do ketë raportin me juve? Qysh pritni që Allahu me ju shpërbly juve, kurse ju të njëjtën kohë e keni adhuru Allahun dhe me atë e keni adhuru dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Thot: "Wa ma alladhi dhanantum bihi", çka keni menduar ju për Allahun atëherë kur ju për Allahun banët ortak? Ju për Allahun banët ortak. A keni menduar se Allahu ka nevojë për ndihmues dhe për ortak? A keni menduar se Allahu t'i fshehet diçka prej çështjeve apo gjendjeve të robëve të tij, derisa ketë nevojë për ndihmues që ta informojnë Allahun ç'është gjendja me mbretërit? A keni menduar se Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundësi i vetëm të udhëheq universin dhe i vetëm të vendos për robët e tij? Am huwa qasin fa yahtaju ila shufa'a yasta'tifunahu ala ibadihi. Apo sa Allahu është i vrasht dhe ka nevojë për mi ndihmu që të i but me robët e tij. Am dhalilun, apo Allahu është i poshtër e ka nevojë që dikush me ngrit subhanahu wa ta'ala. Am yahtaju ila alwalad, apo keni menduar që Allahu ka nevojë për djalë dhe ka nevojë për bashorte edhe kështu me radhë? Ta'ala Allahu amma an dhalika uluwan kabira. I lartë madhruar qoftë Allahu me madhrimet më të larta për asaj që thonë njerëzit për Allahun subhanahu wa taala. Me po në moment kur njeriu i ban shirk Allahut, njëna prej këtyre kuptimeve domosdoshmërisht është më kuptuar. Kur i ban diku shirk Allahut, është dashur na thonë që Allah s'mundet vetë mu udhëheq universin, e na i kena marrë do zota të tjerë që i ndihmojnë Allahut. Apo sa Allahu është i nënçmuar, i kena marrë do zota të tjerë që me ngrit Allahun. Apo sa Allahu është i pafuqishëm dhe jo me dituri absolute, dhe na kena marrë do zota të tjerë me adhuru pas Allahut që ta informojnë Allahun për gjendjen e robëve, edhe kështu me radhë. Kjo që përmendni Ibn Qayyim. O ma dhannukum bi rabbil alamin. Ai që i ban shirk Allahut njëra pikë tyve futet. Në realitet, ai që i ban shirk Allahut, a menon kështu për Allahun? Nuk menon kështu për Allahun. Mirë, po kjo domosdoshmërisht atë Ibn Qayyim kuptohet prej shirkut që bëjnë Allahut subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.